Dgjoj, unë PS kam filluar angazhimin tim me Freshin. Jam 15-16 vjeç. Militim partjak, në zgjedhjet e 2011-s unë kam qenë bashkë me Ditmir Bushatin e deleguar për njësinë 1, pra në zgjedhjet lokale. Ka qenë fushata e Linda Nikollës asaj kohe. Në ato momente Rama po kërkonte të hapte partinë dhe në tetor bëhet kongresi dhe vendoset që të bëhet të riformatohej asamblea. U përzgjodhen shumë individ të rinj në asamble. Një ndër këta individ, pra profesionistë të rinj, isha dhe unë me propozim të Ditmir Bushatin. Nuk jam dashur dhe aso kohë Ditmir ka bërë në kokë vet, as nuk më ka pyetur, thjesht për shkak të bashkëpunimit që kishin, ashtu vendosi, ashtu bëu zgjodhem nga kongresi. Ishte një periudhë që PS-ja realisht kishte një mendje goxha të hapur, sepse sigurisht dhe Rama kishte marrë atë vendim që ashtu duhet funksiononte në ato momente PS-ja që duhet hapej. Dhe unë më pas nga Asamblea Kombëtare nuk kam kërkuar të kem funksione, edhe pse nga Rama më është propozuar që nga kryetarlloku Forumit Gruas e shumë gjëra tjera, nuk kam pranuar. Vetëm një gjë që i kam kërkuar Edi Ramës ka qenë të merrja përsipër njësinë 3. Pse njësinë 3? Ishte zona juaj? Ishte njësia ku unë banoja, ishte njësi që aso kohë pati disa probleme, sepse normalisht nga riformatimi në asamble, riformatimi i partisë u zbrit edhe në deg, edhe në organizatat e njësi që kishim, se ishën ndarë njësi dhe me organizata.